Kreu i ARSH Gentian Gjyli është paraqitur ditën e sotme në SPAK. SPAK ka marrë të pandehure dhe kreun e ARSH-s Gentian Gjyli për shkeljet me tenderin 190 milion euro për tunelin e Llogaras. E njëjta akuzë për cilën të premten u morë e pandehure dhe zëvendës kryeministrja dhe ministre e infrastrukturës Belinda Balluku. Gjyli preferoi të mos jap asnjë koment para mediave dhe nuk ju përgjigj as pyetjes nëse është marrë i pandehur. Fakt ky që Report TV e konfirmoi me burime nga prokuroria e posaçme, ndërkohë avokati i tij në një përgjigje shkurt konfirmoi se në SPAK kishin shkuar për hetimet për tunelin e Llogaras. Hetimi i SPAK që ka prekur Ballukun dhe kreun e ARSH-s, Gjyli, ka të bëjë me projektin e madh për ndërtimin e tunelit të Llogaras, pjesë e rrugës Orikum-Himar, që është një seksion i autostradës Vlorë-Sarand. Ky tender është hapur fillimisht më 11 dhjetor 2020, por më pas është anuluar dhe rihapur më 22 qershor 2021 me një fond limit prej afro 190 milion euro, pa të vëshë. SPAK dyshon se Balluku dhe Gjyli kanë kryer veprime që mund të kenë ndikuar në mënyrë të padrejtë në këtë proces prokurimi. Tuneli i Llogaras është një nga projektet më të mëdha infrastrukturore në vend dhe hetimi i SPAK lidhet me mënyrën si është zhvilluar dhe menaxhuar procedura e tenderit për ndërtimin e tij. Përpos hetimit për tunelin e Llogaras, SPAK po heton edhe tender të tjerë që përfshin ministrinë e drejtuar nga Balluku. Gjatë deklarimit në parlament, kreu i SPAK Altin Dumani pohoi se në hetim është edhe aeroporti i Vlorës, ndërsa ka nisur verifikimet paraprake edhe për ndërtimin e autostradës Tuman-Kashar.